Çfarë është një keq kuptim që kanë bizneset lidhur me inteligencën artificiale? AI bëhet një lloj miti, një lloj superfuqie. Një superfuqi që shkon një personi me aftësitë përkatëse. Nëse këto njerëz nuk përdorin AI, puna e tyre do vazhdojë të jetë pa rendiment. Ke parasysh ndonjë rast praktik? Nëse kishte një skuadër kontabiliteti që merrej me procesimin e faturave 3 ditë në fillim të çdo muaji, ky proces praktikisht bëhet për 10 minuta. Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në episodin e dytë, serisë AI për të gjithë, si pjesë e projektit EduFair. E munduar që gjatë këtyre episodeve të trajtojmë me AI-n në mënyrë të thjeshtë, ta çmitizojmë, ta bëjmë të prekshme nga të gjithë. Dhe për këtë arsye kemi sjellë sot para jush, kam nderin të kenë këtu me mua Buja Bakion, bashkëthemeluesin dhe drejtuesin e kompanisë Datamax, një kompani e cila ofron AI-n dhe zbaton atë pranë bizneseve. Kështu që do shohim pak të qasje tashmë jo më teorike se çfarë bën, por se si ajo zbatohet. Dhe do flasim gjatë ligjit. Buja, mirë se po shkove, kënaqësi të kem. Faleminderit për ftesën. Atëherë, pas se të shkojmë, të flasim pak për AI-n në biznese, se sot fokusi vjet bizneset. Pavarësisht se ne dëshirën e kemi gjatë këtyre episodeve. Prekim pak anën e edukimit, por patjetër që duhet të shohim që ky edukim përse shërben. Shërben që në fund të dimë se si AI, inteligencë artificiale, përdoret dhe ndihmon biznesin, për ndihmon ekonominë e një vendi caktuar. Dhe para se ta ulim me këmbë në tokë në vendin tonë, në Shqipëri, pavarësisht, dua që të kem 2 fjalë dhe të thoni si fillot kompaninë tuaj dhe çfarë ju shtyu të hapët kompaninë. Po, është pak histori jo shumë e thjeshtë, gjithmonë ka komplikime, po ajo që ndodhi është unë kam studiuar në Shqipëri për bachelor, pastaj master, kam lëvizur në Gjermani në Aachen. Është një qytet i vogël në perëndim të Gjermanisë, shumë i njohur për universitetin që ka aty. Pas mbarova studimet master, unë lëviza në Berlin, ku punova në kompani, në disa kompani të ndryshme aty. Ndërkohë unë kam edhe një vëlla binjak, Sadikun, që ne kemi qenë gjithkohës bashkë. Ne kemi bërë dhe studimet master bashkë, por pastaj u ndam, secili ndoqi karrierat ndryshme. Pastaj pas një eksperiencë të gjatë në Gjermani, ne vendosëm që tani është koha që edhe ne të bëjmë një gjë të re. Motivimi për këtë na erdhi duke pasë në Gjermani pjesa e teknologjisë së informacionit, sidomos pjesa e big data dhe AI, ishte shumë prezente. Bëhet fjalë në vitin 2019-2020. Ishte goxha e rëndësishme dhe kishte një traction shumë të madh. Gjithashtu dhe vlera që bizneset po merrnin nga kjo, që ato e testonin, ishte goxha e madhe gjithashtu. Kështu që ne vendosëm bëjmë dhe pak research në tregun shqiptar. Ne pamë që kush është nëse në Shqipëri ka kompani që merren me këtë gjë, ka kompani që kanë këtë si core competence. Nuk gjetëm kompani të tilla dhe prandaj vendosëm që të krijojmë Datamax, që është me dy degën në Shqipëri edhe degën në Gjermani. Sadiku drejton degën në Gjermani, ndërkohë që unë drejtoj degën këtu në Shqipëri. Kështu që keni përvojë edhe çfarë ndodh me biznesin në Gjermani dhe me biznesin në Shqipëri para shumë dhe çfarë. Po një ndër arsyet e tjera ishte që dhe ne donim të sillim diçka të re në Shqipëri. Dhe ne kemi qenë me fat që kemi pas një eksperiencë edhe ekspertizë gjatë në tregun gjerman, kështu që donim që këtë ta sillim dhe në Shqipëri. Unë para 4 vitesh themelova dhe ndoshta meetupin e parë dhe më jetë gjatë në Shqipëri. Ndoshta i pari jo, po i pari që ka qenë konsistent, që ishte Data and AI Tirana meetup, që vazhdon akoma, pavarësisht se unë nuk jam më i përfshirë aty, janë dy çuna të tjerë që vazhdojnë organizimin. Absolutisht, për komitetin do duhet të flasë, ta nga ndoshta të prek pak më shumë në fund të pyetjeve të sotme. Varësi dhe në lidhje me përvojën që keni me bizneset. Tashmë, 2019 pra janë thuaj që le të themi 7 vjet përvojë me to, kështu që besoj keni mjaftuar shumë. Jam kurioztar të di që çfarë është një keq kuptim që kanë bizneset lidhur me inteligencën artificiale. Pra, ka ndonjëherë e keq kuptojnë kur flasim për inteligencë artificiale?
Nuk jam I sigurt qofse njerëzit e keq kuptojnë, po është më tepër ajo që unë ndjej më shumë është më tepër mitizimi I inteligjencës artificiale si një le të themi fuqi mbi natyrore, që nuk është. Në vërtetë është që nuk është. Dhe në fundit pjesa e inteligjencës artificiale është më e aftë, më e shpejtë, ka më shumë memorie, ka më shumë kapacitete, ka më shumë fuqi, po në fundit ajo mbledh njohuri njerëzore, pra njohurinë e gjithë njerëzve mund ta mbledhë që ta kondensojë në mënyrë më të thjeshtë për ta përdorur, siç ishte Google dikur, që bëri indeksimin e gjithë njohurisë së botës, që ti mund të kërkoje në Google dhe të mësoje çdo gjë. Wikipedia për shembull është një ndër ato databazat e mëdha me shumë informacione të fushave të ndryshme. E njëjta gjë është edhe AI që ne shohim tani. Mënyra si ne e prekim tani me këto large language models ose modelet e mëdha gjysore, është një formë e re e të servirurit të njohurisë dhe të kapaciteteve njerëzore. Por në fundit është diçka që gjithë njerëzit kanë kontribuar aty. Dhe kjo është ajo që unë shoh që AI bëhet një lloj miti, një lloj super fuqie, që në të vërtetë nuk është aq e madhe aq sa bëhet. Po si të qoftë për njerëzit që nuk e kuptojnë, duket edhe shumë e fuqishme, sepse ti mund të pyesësh diçka edhe në shumicën e rasteve të kthej një përgjigje të saktë. Pra nëse ne e çmitizojmë, e zhveshim nga kjo hiperbola e krijuar të panevojshme, pra jem dakord që e ka një superfuqi apo jo? E ka. Po një superfuqi që I shkon një personi me aftësitë përkatëse që ta le të themi që ta aktivizojë këtë superfuqi. Pra, nëse një person dita përdor siç duhet, atëherë fuqia është aty dhe superfuqia e saj. Nëse ne kemi kombinim të kësaj natyre, pra kemi një aplikim intelegjence artificiale dhe aftësi njerëzore për ta përdorur siç duhet. Cilat do ishin problemet më të prekshme që do adresonin problemet që ka Shqipëria? Për mendimin tim, problemet që ka Shqipëria lidhen në pjesën e fuqisë punëtore. Në projektet që kemi punuar këtu në Shqipëri, projektet më të suksesshme janë ato që automatizojnë punë manuale, të cilat janë të lodhshme për njerëzit. Ose janë jo vetëm të lodhshme, po edhe të mërzitshme, dhe pa një vlerësim, pa një shpërblim për atë punë, sepse është punë manuale në fundit, është punë automatizueshme. Dhe kjo është ajo që unë shoh si një ndër problemet kryesore në Shqipëri. Pra, ideja është që nëse këto njerëz nuk përdorin AI, puna e tyre do vazhdojë të jetë e mërzitshme, pa rendiment, pa vlerë. Ke parasysh ndonjë rast praktik konkret, për shembull që si ka ndikuar në këtë rast për të lehtësuar? Atëherë, një ndër rastet që ne kemi bërë, ka qenë për një kompani në fushën e sigurimeve, ku kemi bërë automatizimin e procesimit të faturave të kompanisë. Që do thotë, nëse kishte një skuadër kontabiliteti që merrej me procesimin e faturave për 3 ditë në fillim të çdo muaji, ky proces praktikisht bëhet për 10 minuta tani. Arsyeja që kompania neve na kërkoi që ta automatizonim këtë proces ishte sepse ato kishin rreth parë kërkesën nga departamenti vet që donin këtë proces të automatizuar, sepse kishin një largim të shpesh të punonjësve që punonin në këtë task. Edhe arsyeja kryesore ishte që ato ishin mërzitur duke bërë të njëjtën punë çdo muaj, që në fundit ishte pa vlerë, për më tepër që është dhe punë e vështirë, se duhet lexosh gjithë faturat një nga një, ti procesosh një nga një, edhe në fund pastaj të shënosh në një sistem tjetër. Dhe kjo ishte ajo që ato donin të automatizonim. Ne kemi automatizuar, sistemi ka mbi 1 vit që është live, edhe ato janë shumë të lumtur, sepse ka zgjidhur atyre një hall. Nuk kanë më nevojë as të trajnojnë njerëz të rinj për një punë që është automatizuar, pas nuk do
merren me pjesën e menaxhimit të ankesave që ky staf ka ose largimit të punës. Se dhe gjetja e një personi të ri në punë nuk është e thjeshtë. Zakonisht me të paktën me përvojën time si ekspert të transformimit digital, gjithashtu kam vënë re me bizneset, që është pak sid kjo, është veza pulën pula vezën. Po. Pra që do të thotë që një biznes që të marrë një konsulent si puna juaj për të transformuar dhe të automatizuar proceset e caktuara, dakor, duhet një radhë parë të di që duhet me ka këtë nevojë, të ketë dëshirë të paguaj, dhe kjo është problem vetë që të paguash konsulent, të paguash mendje, të paguash shërbim, bizneset shqiptare kanë pak të vështirë. Pra paguajnë shumë kollaj një produkt të prekshëm, tavolin, makinë, kompjuter qoftë, nuk ka rëndësi. Dhe shumë pak, duket sikur i vjedh kur i thua kjo do 10 ditë pune, do 20.000 euro apo çfarë do qoftë. 20.000 euro thotë për çfarë, për ajër, është pak e vështirë. Është një problem që ne kemi gjithashtu. Cila është sfida apo mënyra se si e zgjidh të sfidën në këtë rast? Pra duhet bësh një analizë të kthimit të investimit, që kaq është humbje apo kaq është fitimi që do kesh nëse automatizon këtë proces, apo sfuteni në këtë kthimin e investimit të rojën e famshme për të analizuar thjesht klienti e di këtë do këtë dhe atëherë me ta klient merreni që ka të qartë, artikuluar qartë. Në rastin tonë është e dyta, pra ne jemi përpjekur që të bëjmë atë edukimin e tregut që quhet. Deri tani ka qenë e vështirë, dhe ne deri diku kemi hequr dorë, pra përgjithsisht punojmë me klientët që xha e din çfarë kërkojnë, e din çfarë duan, e kanë vizionin për ta parë këtë kthim investimi, si dhe qoftë. Ne nga ana tjetër ne mund të ofrojmë klientëve të ndryshëm, ose të paktën atyre që na kontaktojnë, ne mund të ofrojmë dhe mundësi financimi, sepse ne xha jemi të lidhur në ekosistemin në Shqipëri dhe kemi mundësi që të gjejmë edhe financime të ndryshme. Pra nëse një biznes ka një ide, ka një interes, ose thjesht do të shohë, ok, si mund ta përmirësoj biznesin tim, ne mund të gjejmë edhe financimet për të zhvilluar këto projekte. Jo gjithmonë, po mund të përpiqemi që ti bëjmë. Duhem gjithë vesh dhe do shohim mundësinë për të bashkëpunuar, pasi si SciDev, si think tank, si organizat shoqërisë civile, ne mundohemi të promovojmë teknologjinë në biznese, sidomos në biznese që themeluset janë gra apo njerëz të kategoritë caktuara, kështu që realisht duhet ta promovoja këtë pjesë. Me kënaqësi. Futet te kategoria që ne trajtojmë drejta digjitale, digital rights. Që të gjithë duhet të kenë të drejtat, kanë drejtat e tyre, por një prej tyre është drejta për digitalizim. Kështu që do flasim jashtë kësaj diskutimi. Ajo që vjen të re edhe nga punë raporte që ne kemi bërë të ndryshme, si me mediat, si me akademitë, si me projekte ndryshme me bashkitë, me ndërkombëtarë dhe me radhë, pra në gjithë sektorët e jetës së vendit, AI përdoret nga çdo individ, nga çdo punonjës. Por atë që vjen të re punohet thjesht në mënyrë sipërfaqësore. Thjesht ajo që ne themi termin shkurt, bërë shortcut. Pra kam një raport, po përtoj ta lexoj, ta përmirësoj, qoftë edhe për një bërëm apo për fjalë. E vendos, ai shkruaj dhe më përmirëson dhe problem tjetër pastaj si problemi i sigurisë, problemi i konfidencialitetit, pra shumë probleme të tjera që dalin aty, por e rëndësishme në këtë diskutim është fakti që përdoret në mënyrë mediokre, ta thënë të vërtetë. Shumë, ta thënë të vërtetën siç është. Që do të thotë që nuk përdoret le të themi në të thelluar, me mendim kritik dhe në fund produkti që del nuk është një produkt autentik i personit që gjenon atë. Sepse ka të bëjë me aftësitë e tyre për të gjeneruar prompte dhe për të diskutuar e saj. Por problemi në vetvete nuk është individëve, sepse ata bëjnë çfarë munden dhe si munden dhe është për të përgëzuar. Këvështrimi im, problemi është i menaxhimit. Pra një organizat caktuar, qoftë një organizat publike, qoftë një universitet akademik, qoftë një universitet biznes, menaxhimi në fakt duhet marrë përsipër që të drejtojë këtë proces. Duhet bëj strategji, të cilat të dhënave, të cilat janë pjesë e strategjisë së vetë organizatës, dhe më pas duhet bëj strategji, pas të dhënave strategji e AI, dhe më pas filloj zbatimin e saj. Dhe shumë etapa tjera që ti di shumë mirë. Fakti që në Shqipëri kjo nuk ndodh. Fakti që në Shqipëri nga raportet që janë vetëm 9%
thuhet e bizneseve të Shqipëri përdorin AI në mënyrë deri diku pak serioze. Ta i bi që është 1 në 10 dhe diun është edhe më pak. Si mendoni nga ato që ke parë, ke diskutuar me ta, cili është problemi aktual? Pse nuk transformohet biznesi shqiptar në mënyrë të plot, siç janë bizneset jashtme, me që ti ke përvojën edhe në Gjermani dhe në Shqipëri? Është një temë komplekse, nuk është e thjeshtë. 2-3 pyetje më të forta që janë. Atëherë, rreth para flasim për buxhetet. Jo të gjithë kompanitë kanë buxhetet për trajnime të tilla. Është sfidë. Ne kemi projekte ku return on investment është i qartë, do të thënë është e qartë koha ose eforti ose ajo të gjithë returni që kompania do marrë nga ky investim, po ato thjesht nuk e kanë buxhetin, edhe nuk mund të thosh një kompani që më jep 30.000 euro kur ajo nuk i ka 30.000 euro. Nuk mund të edhe pse nga llogaritjet del që ajo do fitoj 300.000 euro nëse paguan 30. Po 300.000 euro do i fitoj për 10 vjet ose për 5 vjet ose për 2 vjet. Po do thotë që ka kthim investimit për 1 vit. Ka, po thjesht buxhetin nuk e ka. Do të thonë, kështu që do të thonë këto janë sfida që unë përballet. Buxhet ka mënyra, mund të marrësh kredi, mund të kursesh diku tjetër, pra mos është thjesht justifikim apo mungesë e mundësisë novatore, pra është mungon inovacioni. Edhe është një problem, edhe është vizioni i leadershipit, pra ato e kanë vizionin për të parë që kjo teknologji ose ky lek e harxuar sot më vonë do i kthej atë vlerën që tregohet. Se duhet të njerëzit janë edhe mosbesues. Po duhet të kuptojnë diçka tjetër, se ndoshta vlerësimi dhe kthimi i investimit dhe analiza që të bëjnë ndoshta është shumë e thjeshtëzuar për fëmijët klasës së parë. Pra ai bën 1+1 bëjnë 2, po në biznes asnjë s'bëjnë 2. Është vërtet. Pra ti vërtet ato 30.000 euro si ke. Dhe ti thua që pse ti nxjerr pas 1 vit, pas 2 vitesh më mirë s'po investoj. Po kjo nuk është vetëm kthimi i investimit. Ne flasim që organizatat që përdorin AI-n, e dim shumë mirë që ato marrin pastaj avantazhin konkurrues dhe shumë shpejt ato do kenë një rritje kaq eksponenciale sa ti të duash më pas nuk e arrin dot, jo me 30.000, po as me 300.000 euro investuar, nuk e arrin dot më. Është vërtet. E shikojnë këtë, le të themi, mungesë, le të themi, vizioni dhe se do të çdojnë shumë shpejt, do bien në humner që s'ka tim pas. Shumë rrallë. Do të ne nuk e shohim atë mundësi. Pak nga bisedat që ne kemi patur, do të thënë gjërat janë më short term për ne. Pastaj pjesë tjetër, një gjë që ne ndjejmë gjithashtu është edhe jo gjithmonë stafi është vërtet interesuar për të bërë gjëra të reja. Pavarësisht se ajo menaxhimi mund të përpiqet, ka shumë shpesh do të që ato skuadra pak më poshtë, në niveli pak më poshtë, ka një rezistencë të fortë ndaj teknologjisë, sepse ne ndjejmë që kanë frikë edhe për vendin e punës. Thotë që pse duhet ta bëjon këtë që të më marrë punën. Kjo është gjë që ndodh shumë shpesh, në Shqipëri, do të thënë edhe në Shqipëri, po edhe jashtë, po edhe në Shqipëri gjë shumë shpesh. Kjo është sfidë që biznesit dhe organizatat përgjithësi e kanë pasur që në krye të revolucionit 4.0. Industrial, po. Kur filloi që pra flasim këtu 20-30 vite para, mos më, që kanë hezituar dhe për shumë arsye, nuk duan, nuk dinë, nuk munden, pra kanë shumë arsye. Apo pra pika e dytë pra është qasja nga poshtë lart. Pra stafi poshtë krijon rezistencë dhe ajo rezistencë fakt e thyen atë dëshirën apo të vizionin e brisht që ka menaxhimi. Po. Pra moni që hasnë këtë rezistencë kaq fort, ajo thyet, shpërbëhet edhe harrohet pastaj kur të vi pastaj dauga e radhës e inovacionit dhe thotë ç'a bëra. Arsyet janë të vështira ti gjesh, se nuk është se gjen dot arsye pse kjo kjo rezistencë vjen nga një specialistët, le të themi. Por ndoshta pikërisht ka nevojë për këtë lloj diagnoze. Pra siç njerëzit vizitojnë tek doktorët e tyre, pra te mjeku i përgjithshëm, dhe ai bën një vizitë, shef gjakun, matin e zemrës, tensionin me radhë, dhe kupton çfarë nevoje ka ky person. Dhe asnjë person është i ndryshëm nga tjetri. Dhe biznesi njëjta gjë është. Ka nevojë për një mjek, një doktor, ka nevojë i cili është për teknologjinë. Dhe më që bën një vlerësim dhe shikon që ka 1, 2, 3, 4 probleme, ka 1, 2, 3, 4 avantazhe, pika të forta. Dhe ndoshta pas kësaj diagnoze që është e personalizuar për çdo biznes, ndoshta në fund ky konsulent mund t'i thotë që ke 20 gjëra për të bërë,
po fillon me këto 3 pikat e para. Që ka një kthim të shpejt. Që ka kthim të shpejt, që ka më pak kosto në investim, që ti mund të testosh që inovacioni është të bën ty, është për ty dhe domethënë ti në farë mënyrë krijon një lloj dëshire për inovacion të teshëm. Kjo analiza me field, kam idenë, nuk bëhet. Jo, nuk bëhet e vërtet. Dhe duke menduar që shumica të pak nga përvoja ime me bizneset dhe organizatat ndryshme nuk ka një strategji vetë biznesi, pra strategji biznesi, nuk e kanë, ose kur e kanë diçka, një plan veprimi shumë modest që nuk është plan biznesi. Nëse kanë disa prej tyre që kanë një plan biznesi midfield, e kanë të papërditësuar, e kanë që 10 vite para që kur është themeluar kompania, se kanë ndryshuar asnjëherë, pavarësisht se çdo gjë ka ndryshuar që atëherë. Dhe aq që më pas ajo ti jo vetëm që duhet të kesh një strategji biznesi të qartë, të përditësuar, po duhet të kesh atë që thamë më herët, një strategji të dhënave. Dhe më pas të kesh një strategji inteligjencë artificiale, që kjo nuk ekziston dhe nuk ekziston. Dhe në fund ajo që do ishte një hapi më i prekshëm këndvështrimin tim, më konfirmon nëse kam gabim apo drejt, është fakti që ka nevojë për një vlerësim që ne quajmë gatishmërisë për AI. Pra sa gati dhe çfarë pjekurie ke ti si biznes për sa i përket AI. Pra je në fazën 2%, 5%, 20%. Dhe duke ditur pjekurinë që ke si organizatë, si biznes, atëherë ke më të thjeshtë të dish se cila është hapi radhës. Pra, nëse ti je në shkallën e parë, s'mund të thuash unë do bëj shkallën e 10 sepse e ka biznesi tjetër dhe unë do bëj kashilla këtë tjetër. Sepse nuk ka kuptim, nuk ka qendor. S'mund të bësh katën e 10, mund të ka bërë katën e parë, se do të bie do bësh në ajër. Pra duhet të dish ku je që të di çfarë do bësh. Pra kjo analizë që shoqërohet me strategji, shoqërohet me analiza, shoqërohet me një vlerësim që ku ndodhesh dhe në fund fare proceset me 2-3 hapë të thjeshtë, praktik. Që çfarë janë 2 projekte, 3 projektet e para që ti bën, që janë në linjë me interesin tënd dhe me objektivet e tua si biznes. Këtë ke vënë re që kanë biznese shqiptare apo gjermane? Zakonisht kur ne punojmë me klientët gjermanë, ata kanë shumë të qartë vlerën e punës që bëjmë. Pse po e bëjmë këtë gjë? Përgjithsisht është shumë e qartë. Përgjithsisht ato vjen edhe nga menaxhimi, që ato e din ku jemi, e din ku duam të shkojmë dhe ka plane. Kuptohet që ka ndodhet edhe ana tjetër, që ka pas raste kur ne kemi na është dashur të punojmë në projekte me klient që ishte shumë kaos, do të thënë që ato nuk e dinin ku ishin, nuk e dinin çfarë do bëjnë dhe përgjithsisht këto janë bizneset që edhe vuajnë më shumë nga pjesa e adaptimit të teknologjive të reja. Pastaj në pjesën në Shqipëri, eksperienca jonë është bizneset janë komplekse, bizneset janë në radhë parë janë kështu shumë të varur nga menaxheri kryesor. 95% e rasteve është one man show, që do thotë që është menaxheri kryesor dhe pastaj çdo gjë tjetër varet nga ai ose ajo. Nuk është se ka një decentralizim të përgjegjësive ose edhe të fuqive deri diku. Kjo pastaj bën biznesin më të brisht sepse çdo vendim duhet kaloj nga ky individ që është në drejtimin e kompanisë. Problemi shfaqet kur ky individ, le të themi, nuk është i informuar ose nuk e njeh botën e teknologjisë, po flas për teknologjinë se teknologjia është fusha ime. Por nuk e njeh botën e teknologjisë. E njeh shumë mirë botën e biznesit, e njeh shumë mirë biznesin e vet, por nuk e njeh teknologjinë. Dhe ato kanë një problem që nuk e kanë të qartë pse unë duhet të investoj në teknologji, ose çfarë teknologjie mua më duhet për të përmirësuar kompaninë time. Edhe nuk mendoj që nuk vjen që ka arsye një mos dëshirë ose një rezistencë, është më tepër që ky person thjesht nuk e di që si teknologjia mund të përdoret në biznesin e tij për të arritur. Nga ana tjetër, edhe unë jo gjithmonë mund ta di si teknologjia mund të përdoret në biznesin e tij për të arritur biznesin, se nuk është, le të themi, fusha ime është të gjej teknologjitë që zgjidhin problemin më mirë, por nuk e njoh gjë gjithmonë, e njoh anën e biznesit të tyre. Dhe ka një lloj, le të themi, distancë nga gjuha ime, nga gjuha e këtyre drejtuesve.
Kjo është një sfidë, po përgjithsisht ajo që ne mundohemi të bëjmë si gjithmonë kur shkon në një takim me klient, do kupton, okay, çfarë është kjo industri, çfarë kanë bërë konkurrentë të tjerë në këtë industri me përdorimin e teknologjisë AI, për ta kuptuar atë dhe për t'ia shpjeguar atij përsëri që okay, një konkurrent ose një kompani tjetër në Europë ose në Amerikë ose në Ballkan ka bërë këtë gjë për të rritur atë kuriozitetin edhe dëshirën. Po, jo gjithmonë